Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit të Disha Podcast, më mirë të dyja. Sot do të flasim për një komponent jo më pak të rëndësishëm se sa temat të cilat kemi prekur më herët, rolin e teknologjisë dhe të IT-s në fondet e pensionit privat, siguria që ofrohet klientëve, si aksesohen online fondet e pensionit privat. Me mua sot është Elton Laçi, drejtori i IT-s pranë shoqërisë administruese të fondeve Credence Invest. Elton, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Për ta nisur thjesht, cili është roli i IT-s në një fond pensioni privat? Roli i IT-s në një fond pensioni privat është shumë thelbësor për paraqitjen e sigurisë të dhënave, saktësimin e transaksioneve, llogaritë të individëve për çdo antar në fondin e pensionit privat, e të cilët çdo antar ka aksesin e vet dhe ai mund të shikojë të çdo lloj kontrate që ka lidhur në fondin pensionit privat. E kuptoj. Sa i rëndësishëm është roli i teknologjisë në ndërtimin e besimit që një shoqëri administruese i ofron klientëve të saj? Teknologjia është një kyç shumë ndihmëse në lidhje me klientëve, që të sigurojë transparencën e të dhënave, aksesin e vazhdueshëm në informacion online për të aksesuar kuotat, vlerat financiare që ka ai në dispozicion, si në kontributet dhe në balancat që ka përfituar në këtë fond pensioni privat. Është siguria që drejtoria e teknologjisë informacionit i vjen në dispozicion për një transparencë shumë të vazhdueshme për çdo lloj antari. Kuptoj, duke qëndruar tek transparenca dhe te besimi që i ofrohet klientëve. Sa reale janë këto rreziqet kibernetike të cilat mund të prekim, po themi, këtë si fush? Rreziqet kibernetike janë reale, po fillojnë të rriten në rritje shumë të mëdha. Çdo antar është i pajisur me kredenciale, i cili duhet të ketë të ruajë të dhënat e veta, username dhe passwordin. Për sa i përket sigurisë kibernetike, ne mundohemi që të pasqyrojmë të gjithë rregulloret, ligjet, zbatimet si institucionet licencuese dhe institucionet mbikëqyrëse dhe monitoruese për fondin për fondin e pensioneve. Në momentin që fondet prekin llogarinë e secilit prej antarëve në fondin e pensionit, ata pajisen me kredencialet, username dhe password për të pasur më tepër akses të llogaria e tyre online. Na trego pak më tepër se si funksionon e gjithë procedura, si dërgohen kredencialet, çfarë aksesi kanë antarët për këtë llogarinë e tyre të fondit të pensionit. Çdo antar në momentin e parë që ble një kuotë në fondin e pensionit, i dërgon username dhe password. Ai mund të aksesojë llogarinë e online duke vendosur këto të dhëna. Fjalkalimi është vetëm një përdorim, ai duhet ta ndryshojë fjalkalimin dhe vendos një fjalkalim të tij. Në momentin e parë që ai logohet, shikon çdo gjë në sistemin e fondit pensionit privat, për çdo lloj kontratë dhe për vlerën fillestare që ka kontribuar. Shfaqen në këtë sistem online dhe interesat që janë akumuluar, pra del norma kthimit? Po, dalin në sistemin online, ai ka akses të shikojë të gjithë kontratat, të gjithë kontributet, transaksionet, tërheqje, blerje, kuotash, norma kthimit në bazë ditore, norma kthimit në bazë që nga fillimi i fondit, norma kthimit çdo 3 muaj, si dhe investime në obligacione për periudhën 3 mujore, 6 mujore, 5 vjeçare, 7 vjeçare dhe 12 vjeçare. E qartë. Elton, për të kuptuar pak më tepër tek llogaria online, shumë klientëve mund t'u lindi pyetja që a mund të kryejnë veprime duke qenë se kanë një akses në këtë llogari, apo është vetëm akses, po themi, për të parë se si shkon fondi i tyre? Antarët nuk mund të kryejnë veprime, transaksione online, ato kanë vetëm për të parë, shikuar veprimet e tyre,
si të dhënat personale, si nuk mund bëjnë modifikime, si transaksionet dhe pasyrat e për çdo lloj kontratë që kanë. Nuk mund bëjnë veprime, transferojnë nga një vlerë në një vlerë tjetër. Pra edhe në qoftë se lind pasiguria që një antar mund të humbasë kredencialet e veta, nuk duhet jetë po themi frika që me anë të këtyre kredencialeve dikush tjetër mund të kryejë veprime me llogarinë e tyre të fondeve. Për antarët që logohen në fondin e pensionit, sistemi ka një audit log që shikojmë të gjithë veprimtaritë, çfarë ka bërë antari, bën analiza paraprake në periudhat kohore të ndryshme, në orare të caktuar, si ka aksesuar, nga po vinë këto aksesimet. Në momentin e parë që një antar nuk mund të ketë akses ose ka humbur kredencialet, një politikë tjetër e sigurisë është në momentin e parë që provon tenton 2-3 herë kredencialet, sistemi për këtë antar e bën të blok dhe ai nuk mund të aksesojë. Kuptoj. Sa i rëndësishëm është edukimi i klientëve për sigurinë online? Klientët me dërgimin e fjalëkalimit një përdorimsh nga ana jonë, ai vendos fjalëkalimin personal. Ne mundohemi që ti udhëzojmë që fjalëkalimi është personal, mos i të dërgoj kolegëve, antarëve të familjes dhe gjithçka ku mund ta mbaj. Përveç për antarët, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit bën edukime si dhe stafit shoqërisë për mënyrën se si mund të aksesohet, mënyrën më ruajtur, më eficiente të dhënat, transaksionet, shkëmbimin e emaileve. Është kthyer një punë periodike në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit. Për ta mbyllur, një këshill të shkurtër për antarët të cilët logohen në llogaritë të tyre online të fondeve të pensionit. Shumë antarë kur vendosin fjalëkalimet, ato ka mundësi që ta ruajnë fjalëkalimin në kompjuter ose në telefon, por nuk është e rekomandueshme. Fjalëkalimit duhet të jenë unike, mos të vendosin datëlindjet, emrin e parë, mbiemrin. Duhet të ketë një fjalëkalim kuptim që antari e ka të personalizuar, jo të përdorë disa të lëna që dikush mund t'ja di dhe mund të aksesojë fondin e pensionit privat. Elton, shumë faleminderit për gjithë këmbvështrimin tuaj si IT në lidhje me fondet e pensionit privat. Bashkë do të dëgjohemi në episodin e radhës të podcastit ton. Faleminderit.